Dhe sa të kanë ndihmu besime me të i kalu këtë sfidë? Kjo mua më ndikoi në raport me TMM. Fillova të kujdesem më shumë për TMM. Sepse nëse IMM ka qenë gjithmonë në plan të dytë, krahasimisht, dhe ajo e di këtë, nuk është që po them diçka që ajo do më hatrohet, sepse ajo është e vetëdijshme. Njësoj e kam vajzën e madhe, si veten. Ema shastiset mbas Milaimit. Dhe kur më pyet dikush për shembull a të vjen keq, i them jo, nuk më vjen keq se kështu kam qenë unë. Dhe e di, domethënë që e ka të brendshme, nuk është që e bën për inati, nuk është që e bën për karakteri. Është thjesht ashtu e ndjen dhe e bën. Në momentin që babi ndroi jetë, mandej mami u diagnostikua prap me Covid dhe ishte momenti që ishte një periudhë panjohuri totale dhe duke mos pasur dije, duke mos pasur njohuri, ti edhe gabon. Dhe ai ka qenë vendimi më i vështirë i imi ndonjëherë që unë të ndahesha nga Milaimi dhe nga vajzat dhe të rrija me mamin sepse doja të shpëtoja mamin. Dhe kjo ka qenë vendimi që unë i thash Milaimit, unë njërin e humba, nuk ma mban trurit i humb të dy. Kështu që unë do rri dhe do kujdesem sa të mundem për mamin. Pastaj ajo e te kaloi, derisa u infektova, unë fillova të shfaq unë pjesën tjetër të gjyrave, të smundjes së gjithave dhe arriti momenti pastaj që u ndruam, ajo filloi të kujdesej për mua, prapë unë u bona beba e shtëpisë nga fillimi. Më ndryshoi, domethënë gjithë atë dashuri që unë e kam hedhur te Imat, tani më ka kaluar te mami, domethënë që e hedh te mami për kujdesjet që bërjen e qefeve, gjitha. Ne kemi vendosur për shembull që kur kemi ndonjë ditëlindje të madhe apo ndonjë festë apo ndonjë përvjetor diçka, kemi vendosur që ta bëjmë si rregull, lidhemi mami, motrat dhe vajza ime e madhe dhe udhtojmë diku. Nuk duam dhurata të shtrenjta, nuk duam varse, bryzylyk, ora, lulra, gjëra, tesha që ti mund t'i bësh çdo ditë, nëse i ke kushtet ekonomike, por një udhtim të shkurtër 2 ditor për të krijuar kujtime të bukura së bashku, sepse sot jemi nesër si jemi. Këto janë dhuratat më të mira që mundemi me ambon momentet e bukura, kujtimet e bukura. Ato shakat pa krip, ato ngucjet e këqija, ato zënkat e vogla, sepse jemi karaktere të ndryshme. E kanë edhe ato lezetën e vet, shpesh. Kanë absolutisht lezetën e vet dhe rrim pastaj një vit duke qeshur me ato batutat që i kemi thënë gjatë atyre 2 ditëve.